Zoti Saliani, shiko më tani, se dakord, diktatur. Diktatur e diku është? Këtu? Diktatur është ati ku e merë Navalnin ai, e fut në burg. Po pse këtu? Prito. Balkon që është, nuk e Po prit më prit. Të mori të njerë. Kë mori? Dhe Berishën. Ma e ka marrë vetë, atua. E në gjitin balkon. A i ka marrë përveç Edi Ramës. E mere thërët prapë. O, zotri, përveç Edi Ramës ka marrë 20 më të Po rëndësishme Edi pse Ramës. Ilir Medën, nuk e marrë, kë e ka marrë Edi Ramës më? Erion Velin. Ta që fut vetë futi? Kë fut vetë? Pse me vërtet me ndonë që këta nuk i ka sulmuar Edi Rama? Juve ju pas ka futur Spaku, Po cili... të me thënë të gjithi futur drama. O zotri, po pse të marrësh Ilir Medën zvara, shu si që mori, dhe dali dhe sot a i thotë e kam përmëtë. E drama i futur gjithë. E drama i ka futur gjithë ta. Për mua, absolute. Po pse kush e ka futur? Pse ti mendojnë që... Por e drama ka ndes Belan me këtë që ka kryuar vetër. Kjo është mostra, ka kryuar për vetën e vetë, mostrën e Fikeshtajnit. Mostra po hatë zotin. Ja da them unë, kjo është narrativa e regjimit. Si më narrativa e regjimit? Kjo është narrativa e regjimit. Për qatë të bëjkevin unë ty me 10 veta që më dore ti atyro. Ja da them unë, kjo është narrativa e regjimit. Për lirë më të ajo... Si më narrativa e regjimit? Narrativa e regjimit është kjo. Po narrativa të ende, ku qesh më? Cilët ka futur në burg? 3 gjinit dhe 75 gjinit, talë bëdhën me popullin shqiptara. Cilët? Cilët janë këta njerëzit që kanë shkuar para tërësis penale pa dash Edi Rama? Kush? Arben Ahmeta i pasi thot Rama, po tisha unë... Po Arben Ahmeta s'ka vajtë gjithë që është jashtë Shqipëris. Po mirë, me ata që është marë. Erion Veliaj, Belinda Balluku, është tirë. Ke njërës të burg, ke njërës të tjerë në burg, janë të majtë. Ramën, ma thuaj pak. Nuk ta futin Ramën. Nuk ta futin, nësi vënd bosë nuk ndosë të marrin. Po të bje Rama e marrin e fund, po shkur ta zoj Ramën. Po jo, ja po ta them unë. Merë 30 veta në zirja ty të pazarit dhe rëzon. Po le mos është tortën. Po le tani se na gënjeni tani se është tortë. Po jemi se nuk jemi të fëmijë tani të na gënjeni ju. Vjen ti tani. Ore vjen ti tani. Si se besojmë? Kës besojmë? Po këtë mos besojmë. O ja dëgjove çfarë tha dieti. Pyet e kam, beson ti drejtësia është e pavarur Shqipërisë. Jashtë ishte dije. Apo ishte në Shqipëri. E di çata Sali Berisha dije. Dëgjoj më dëgjoj. Dëgjoj më di çata. Oho, ne te drejtësia ti ka. Shqiptarët në zgjedhjet lokale që u bën tani. Sali Berisha praktikën Ramën tha. Ky mori pjesë fare në zgjedhje. Ai mirë, po shmang debatin. Jo më jo tha praktikën Ramën. Ti mendoj që drejtësia është e pavarur? Se e kam jo gjithë drejtësia. Thuaj këtë. Spakun ai ka krijuar nuk është gjithë me Spakun Edi Rama ka krijuar mostrën e Fikeshtajnit. Mostra tani po ha të zotin. Po. Çfarë po ja të zotit? Në cilin rast? Shokët e po janë shokët një nga një. Të gjithë shokët. Ka fut gjithë shokët në burg. Po i grinë më. Ora sa dhe ky diskutimi që bëhet publik po. Do të thënë këta që i merr Spaku i paska urdhëruar drama. Apo bën drejtësi apo jo. Po i merr këtë, po i merr atë. Por çfarë po i merr? Por çfarë? Si po i merr? Po fut në burg këta që pas juaj shikimin. Po pse mo këta pse fut në burg? Pse fut në burg? Rama kapi hejt. Ja ta them unë sepse i fut. Çi duhet Ramës? Sepse do që të mos ketë asnjë njeri që t'i bëje. Asnjë njeri, dëgjove se ta për atë ditësh apo jo, patjetër. Bën hiera atje. Kush është ky tha biri politik që do më krijojë mua probleme? Se nuk i le ai. Orvin, ai tha të dyta Velisi tha do çosh 5 mëngjes do lësh murin. Ore ku kishe njerëzit? Çfarë thonë? Ti s'ka nevojë për njerëz. Patjetër do jemi të argument. Ore ku kishe njerëz? Cili argument më? Ore argument. Pse për çfarë kanë thënë për filozofët kanë thënë këto? Filozofia tim. E kontrollon drejtsinë ai apo jo? Filozofia tim. Ore për çfarë kanë thënë? Jo të gjithë. Ore ore për çfarë kanë thënë këtu? Për filozofia. Jo, është. Mund të ka thirrë si politikan, antar deputeti i Partisë Demokratike, një nga njerëzit e rëndësishëm të kësaj partie. Cilin ke pyetë? Se ike nga debati. Dhe ish qytetari ten më shkruan. Pyete Salianin, a ka ambicie për të marrë PD-n? Nëse doktori nuk është, kuptohet se po të jetë gjallë, haroje po. Mirë, pra ky është diskutim tjetër. Doni të vim tu tani se diskutim. Ku e qetçoni? Doni të ja, ku e qetçoni? Po këtë tjetrën se kjo nuk diskutohet. Ju ja keni lënë të gjitha. Ku tani e qetçoni? Ju ja keni lënë të gjitha Edi Ramës. Prit përgjigjem edhe këtu. Po. Tani Edi Rama po arresto ka të vetat. Ja, ti po thua të njëjtat gjëra që thash unë me fjalë tjera. Ja keni dhënë. Pra, a ja kemi dhënë? Ai ka marrë siç them unë, po i ka Rama të gjitha. Ore Spakun e ka krijuar Edi Rama dhe ti, ke votu dhe ti për Spakun. Se unë nuk kam votu, nuk kam qenë, jo, nuk është votu. Partia Demokratike ka votuar reformën në drejtësi. Sa thot ky unë? Po reforma drejtësi kjo është. Po prit mos e ti them edhe këtë. 6 ligjet që kanë kaluar më vete për krijimin edhe për funksionimin e institucioneve tjera nuk i ka votuar. Nuk ka votuar se ishin çadër. Po jo më çadër. Vetëm një njeri e dinte çfarë po krijoi. Ka votuar me qendrim. Eton. Vetëm një njeri e dinte atëre çfarë po krijoi. Ilir Meta. Ma tha mua rastisht. Atere, pa u krijuar, e gjithë. A i e dinte që po krijoj. Ore, po tani me qenë se do për Ilimetën, po që tani ishte pa kanë dituar për ato, ma. Jo, më jo, dakord jam e të. Po kjo që po më thonë moti. Po një këtu, një aty, dy këtu. Do të t'i mendim tjetër për moti, nga për me.
Spaku është një instrument që ka krijuar situata edhe pozitive në Shqipëri. Por, në gjendje... Aty ku e ka krijuar, nuk e një sekond, më zotë, një sekond. Po do ta dish për mua, në qoftë se bota rregulloi duke krijuar një mekanizëm, një botë thellësisht e korruptuar, thellësisht e trafikuar, e gjitha e tjera, po të krijojë kështu zgjidhje ishte rregulluar gjithë bota. Ne u kam thënë gjithë politikanëve shqiptarë, që nga njerëzit e pozitës dhe opozitës. Ishte zgjidhur Amerika Latine me 6 pak. Krijoheshin 6 pak dhe shtonte. Është tjetër gjë që nuk zgjidh. Po nuk e zgjidh. Edhe puna e Spakut nuk shihet dot si e pavarur, po të bësh një analizë gjatë. Nëse do të ketë më ashtu si që janë ndarë shqiptarët. Në diskutim tjetër, jemi okay. Po mos kalojmë që është i pavarur tani Vlera. Po të bësh një analizë gjatë, ne e shohim se si është puna e Spakut. Sa eficiente ka qenë për të luftuar korrupsionin, sa para ka konfiskuar, sa pasuri ka konfiskuar, mjaftojnë këto pyetje për të kuptuar. O Anton, ai merr një vendim. Shiko, ja dëgjoj. Ai merr një vendim fare të thjeshtë. Thotë zgjedhjet janë vjedhur. Pa mbaruar, mbarojnë edhe pa mbaruar, thotë po do viden. Këto zgjedhje viden. Këto zgjedhje fiton Edi Rama. Nuk ka zgjedhje me Edi Ramën. Pasi bëhen të gjitha këto deklarata, bëhet deklarata pasi mbarojnë zgjedhjet, që zgjedhjet janë vjedhur. Dhe s'ka asnjë analizë. Deri sot, keni një analizë për zgjedhjet? Po tani. S'ke një analizë për. Nuk mund të shfutur. Ore ti e pyet atë zoti kryetar, pse s'kemi një analizë për zgjedhjet? Po unë kam thënë më shumë se kaq, më të i ketë dëgjuar edhe në kryesi dhe në publik. Unë po e them këtu ti thuaj pyet. Jo a kemi analizë, unë them duhen vendim parë ti thua analizë. Analiza është si partia punës, po unë them jo analizë o zotëri. Unë po të them më shumë, ora duhet ndryshim, ti thua analizë. Ç'analizë analizë më që si na vodhën? Duhet shkelbër pra. Sepse duhet ndryshim, nuk kanë besimin e atyre. Se për shembull nuk shojmë në një. Po them ta lexojmë ti thu. Nuk shojmë në ndryshim të Berishit me Bashën, më i mori të gjitha thanë se do jetë më mirë. Edhe Befas ka diskutimi tjetër për çfarë ndodh në Shqipëri, është diskutim tjetër. Ka një gjë më po, se ka dhe kështu nonsens këtu. Ti thua tash që duhet ndryshim ata që e kanë kapur. Po ata nuk se ndryshimi do thotë ikin ata. Ata sikin o vëlla, tash si do bëhet kjo punë? O duhet ju të hiqni ata që duhet ndryshuar, se politika kështu është vëlla. A kupton? Pra të nisni lëvizje për të ndryshuar. Nga fillon nga fjala apo jo? Ose pastaj ku ti pastaj po. Nga fjala. Pra unë mendoj që po ikin komos, po bën asgjë. Jo, më ose nuk është kështu. E para është fjala më. E para është e diskutojmë një herë, themi. Pa diskutim që japim kohën e vet për të gjithë. Jo, po se e di çfarë unë. Se çfarë preti që dalun tani edhe të mbyllim syt për këto që po ndodhin me qeverinë, merren vetëm me këtë të opozitës. Jo, po të dyja bashkë pse? Po të dyja, pra prandaj po të them të dyja. Them edhe këtë, po them edhe këtë. Ka një problem, pra. Shiko çfarë problemi ka, që jam dakord me Mërtiri. Sa më shumë opozita mbyll syt me problemet që ka, aq më shumë rrezikon të bëhet e pabesueshme. Reduktohet, bëhet e pabesueshme. Njerëzit largohen, shohin që këta nuk pranojnë të shohin vetë rrollë.